Një grup fermierësh në Maliq hyn në mbledhjen e Këshillit Bashkiak për të kërkuar dëmshpërblimet për përmbytjet e muajit nëntor të vitit të kaluar. Hajde të recitojmë, thoni juve. Po çfarë të recitojmë tash këtu? Vendodhjen e lumit. Po na ktheni përgjigje, katër shpërblime të tilla çfarë të bëjmë? E po çfarë të dëgjojmë ti po reciton Bereli çfarë? Ne e dim sa janë hektar për të mbytur, e dim që portat si hapët i la të mbyllura, e dim të tëra. Tash çfarë do bëhet? Informacion tash i ka probleme për tokat apo jo, e të dim neve të vazhdojmë me protesta. Se s'ka rrugë tjetër. Ke një muaj e gjysmë që ke matur tokat time, ka erdhur njëri të thotë re. Duam të sillen vëmendjen tuaj se si rezultat. Çfarë të sillesh Bereli kot tash? Maliq u prek edhe nga përmbytjet e fundit në vend, ku 10 hektar tokë me të mbjella bujqësore vijojnë të jenë në ujë. Debatet në Këshillin Bashkiak u zhvilluan gjatë mbledhjes së jashtëradhe të thirrur nga autoritetet lokale për të diskutuar mbi situatën e përmbytjeve që ka prekur këtë bashki.